Jo, nuk ka asnjë krisje. Unë me Armando Subashin jemi shok të vjetër, nuk na ka lidhur detyra ime në Fier, na ka lidhur Partia Socialiste herët. Belinda Balluku në cilësinë e drejtueses politike të Partisë Socialiste të Fierit i ktheu këtë përgjigje publike zërave që flasin për një përçarje të socialistëve në këtë qark. Kemi kaluar bashkë momente të rëndësishme si greva uris apo fushata elektorale. Pas homazheve në ndërim të dëshmorëve të Atdheut, Balluku sqaroi se mungesa e kryebashkiakut Fierit në ceremoni nuk ishte asnjë lidhje me aludime për përplasje në Selin Roz. Armando është një aset i Partisë Socialiste dhe nuk krisemi ne socialistët. Balluku tha se Subashi mbetet një figurë kyçe dhe një aset i rëndësishëm për Partinë Socialiste në qarkun Fier, duke hedhur poshtë çdo aludim për përçarje apo mosmarrëveshje brenda radhëve të kësaj force politike. Edhe kur kemi debate për të mirën e fierakëve, për të mirën e qytetit, për projekte etj, kjo nuk quhet krisje, sidomos me Armandon që unë kam shok. Balluku nënvizoi se bashkëpunimi me strukturave të Partisë Socialiste në nivel vendor vijon normalisht dhe është i fokusuar tek projektet dhe zhvillimi i mëtejshëm i Fierit.